Koalicion me qytetarët dhe me të gjithë ata që besojnë në vizionin tonë. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, Drejtoria e Shëndetësisë promovoi sot informatorin për hapat e ekzaminimit të gjirit, me qëllim të rritjes së vedijes për parandalimin e kancerit të gjirit. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Roma. Megjithatë, ndonë se tubimi kishte në qendër parandalimin e sëmundjeve, koktejli organizuar me këtë rast u karakterizua nga ushqime të njohura si jo të shëndetshme dhe potencialisht kancerogjene. I pyetur nga gazetarët për gjendjen e pacientëve paliativ dhe shërbimet emergjente në Prishtinë, Rama u përgjigj se komuna i ka në plan përmirësimet në këtë fusha. Ndërsa sa i përket çështjeve politike, ai tha se është në koalicion me qytetarët, duke nënvizuar se prioritet mbetet shërbimi ndaj tyre. Gjithsesi po, këtë kemi edhe në program tonë, mund ta downloadoni programin, aty e kemi edhe qendrën për shërbime paliative. Kryetari në pyetje jashtë kësaj çështje nominative, a keni pas ndonjë takim me ndonjë parti politike, edhe a ka ndonjë marrëveshje sa i përket balotazhit që përzgjedhjet? Kemi pas takime me të gjithë, unë po them edhe publikisht i kam kërkuar të gjithëve që të bashkohen vizionit ton transformues. Kërkesa ime qysh para 4 vitesh ka qenë një proces 8 vjeçar transformues, programi ynë është 8 vjeçar. Kemi ardhur tash në mes me projekte transformuese në kryeqytet, i keni pa, jemi duke punuar në gjitha pjesët, në gjitha sferat dhe tash kërkojmë edhe mandatin tjetër 4 vjeçar që ta rumbullakojmë transformimin e kryeqytetit. Koalicion me qytetarët dhe me të gjithë ata që besojnë në vizionin tonë.